Do të mbetemi tek aktualiteti në vend, të cilin do të analizojmë me deputetin e Partisë Demokratike Genç Strazimiri. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dje zoti Strazimiri u mbajt një tryezë konsultimi me aktorët e drejtësisë për parandalimin e krimit të organizuar dhe hetimin pasuror. Çfarë doli nga kjo tryezë? Ishte një iniciativë e vlefshme dhe lavdërueshme e Fondacionit Westminster dhe të Ambasadës Britanike, që kishte grumbulluar një tryezë ligjvënësit të Komisionit të Ligjeve dhe krerët e institucioneve që duhet ta zbatonin në fjalë. Sigurisht që pati kontributet jashtëzakonisht të rëndësishme teknike, profesionale në mënyrën e funksionimit të ligjit, ashtu sikurse unë paktën personalisht së bashku me kolegun Bilik Bashi vëmë në dukje që problemet që kemi me sekuestrimin dhe konfiskimin e pronave apo të aseteve kriminale, të krimit organizuar dhe të mafjas që po investon në Shqipëri nuk është thjesht çështje vakumi ligjor, sepse në fakt nuk kemi vakum ligjor, është çështje vullneti politik. Është çështje një vullneti politik të mbrapsht i cili i lejon të investojnë, është friendly, është miqësor me pastrimin e parave, i lejon, i fton të investojnë në Shqipëri dhe kjo tashmë nuk është një sekret, nuk është thjesht një akuzë politike, është një e vërtet faktike e shkruar në mediat më prestigjioze të botës, është bërë pjesë e reportazheve të gazetarëve më të mirë dhe më të rëndësishëm investigativ të botës, që japin shifra që janë kokfort. Për shembull, vetëm brenda vitit 2024, xhiro e biznesit në ndërtim ka qenë 3.8 miliard euro në këtë vendin që 43% të fëmijëve nuk ju ushqen dot në të treja vakte, kanë problem të punë, dhe nga këto 3.8 miliard euro vetëm 800 milion justifikohen me kredi bankare apo me asete të tjera. 3 miliard të tjera nuk e dinë se nga na vijnë. Kështu që propozimi unë do vazhdoj dhe do ta theksoja vullnetin politik të mbrapsht që është miqësor me pastrimin e parave dhe me ftesën ndaj krimit organizuar për të investuar në Shqipëri, nuk e rregullon dot ligji. Ligji nuk është macet të Grici, nuk e godet dot me brusht qeveri. Qytetarët po me votë. Unë mendoj që gjithçka fillon nga fakti duke ndalur dorën që ju jep firmën për të pasur resorte për të investuar parat e krimit në resorte turistike, në kulla qindra miliona eurosh me projekte fantastiko-shkencore, aqsa në këtë vendin tonë, që është praktikisht Afrika e Evropës përsa i përket nivelit të vetë, ne s'kemi ujë në Prishtina, që tash nëse nuk sigurojmë dot të treja vaktet, ne nuk sigurojmë dot ilaçet e fëmijëve me kancer tek onkologjiku, është bërë shkolla e studentëve të arkitekturës për projektet futuristike që realizon, pa ju dhimbsur euro dhe parat e tjera. Kështu që mendoj që gjithçka fillon jo thjesht duke përmirësuar ligjin, që sigurisht edhe nga pikpamja teknike ka nevojë për ato përmirësime të veta, por nuk është ky thelbi. Thelbi është tu ka një vullnet të mbrapsht politik që e thërret paranë e krimit organizuar që investojnë në Shqipëri, dhe të pastrohen. Nga të dhënat e institucioneve të drejtësisë, çfarë është bërë aktualisht me hetimin pasuror dhe ku qëndron vështirësia e nisjes së kësaj procedure? Nuk ka asnjë vështirësi, ju thash, vështirësia është vullneti politik i mbrapsht. Hetimi pasuror, shifrat i jep vetë spaku, ju besoj keni ndjekur dhe kur kanalët japin llogarinë në Komision të Ligjeve, kur të raportojnë në Komisionin e Ligjeve. Shifra, siç ju thash, 3.8 miliard euro po themi në vitin 2024, që është xhiroja e ndërtimit në Shqipëri, 3 miliard euro dalin tepër. Spaku thot kam sekuestruar 49 milion euro, ky është rezultati, për të cilave të konfiskuara në fazë përfundimtare janë vetëm 1.9 milion. Në këtë fazë jemi. Që prandaj u thash, nuk është thjesht problem ligjor, nuk është problem mos koordinimi po themi të institucioneve, nuk është problem mungesë eksperience, është vullneti i mbrapsht politik. Nëse qeveria është miqësore dhe është ftuese ndaj parave të krimit të organizuar, sigurisht policia, prokuroria dhe gjithë organet ligjzbatuese e kanë shumë më të vështirë, mos them të pamundur për të vepruar. E qartë, po çfarë u konstatua në raportin e paraqitur dhe kontrollin post-legislativ në lidhje me këto çështje? Siç u thash edhe një herë, ashtu siç dhe i takonte, materiali dhe raporti është thellësisht teknik.
E qartë. Domethënë, ka sigurisht probleme, duhet shkruar ndryshe ligjit, duhet zbatuar ndryshe ligjit, duhet të koordinohen ndryshe të gjitha institucionet me njëri tjetrin e tjetër. Kjo sigurisht janë probleme që ndërnë. Po për mendimin tim nuk janë në top 5 të problemeve që kemi. Problemi kryesor, siç u thash edhe një herë, është simbioza e politikës me krimin e organizuar. Tashmë kjo është e provuar, nga përgjimet e Sky ICC dhe nga zbërthimi. Faktet janë aq forta që askush për nesh nuk mund të fshihemi më prej saj. Nga krimi organizuar merr pjesë aktive në jetën ekonomike dhe në jetën politike të vendit, përcakton deputetët dhe qeverinë, dhe ky është fakt i njohur publikisht edhe në raportet e OSBE-ut, ashtu sikurse po në të njëjtat raporte thuhet që organet zbatuese bën pak ose hiç fare për të parandaluar këto ndërhyrje. Deri në çfarë shkalle duhet të ndërhyjë SPAK dhe në cilat çështje mendoni ju? Dhe pse ende nuk e ka bërë ashtu siç duhet atë që duhet bëj sipas këndvështrimit tuaj? Po sepse SPAK është një strukturë produkt i një reforme në drejtësi të njëanshme, të bërë vetëm me votat e njërës partit të mazhorancës të asaj kohe, megjithëse niset si aspirat e 140 deputetëve. Ndryshimet kushtetuese u bën me 140 vota. Në fakt 139 se njëri ishte në burg nga deputetët e mazhorancës, po gjithsesi domethënë me të gjithë votat e parlamentit. Dhe pastaj u reduktua në 85 vota vetëm të koalicionit qeveritar dhe në fund fare përfundoi, ju e mbani mend me zgjedhjen e Arta Marku, prokurore së përkohshme, vetëm me 68-67 vota të njërës për partive të koalicionit qeverisës. Është bërë nga një parlament që kishte rezultoi me 19 kriminal, të gjithë që i përkisnin në mazhorancës qeverisë, dhe sigurisht nuk mund të jetë një strukturë që ajo që nuk mund të jenë herën të dini fare mirë, është një strukturë që anon haptazi se mos godet më shumë nga duhet qeverinë. Tashmë, ju e dini edhe përsa i përket çështjeve të korrupsionit, ato çështjet e bujshme, arrestimet e koordinatorëve janë këta pandisur kokoshin një tel. Ato çështjet që kanë mbaruar janë përfunduar me dënime qesharake nga 60, nga 30, nga 50 orë pune për miliona euro të vjedhura. Ata që ishin në masë siguria arrest në burg janë që të gjithë në gjendje të lirë, ashtu sikur se rapi i zyrit, që është kap në bujë të madhe dhe në fund fare deli pa fajshëm, megjithëse lekët janë vjedhur dhe mungojnë në buxhetin e shtetit, nuk kuptohet se kush i ka vjedhur ato lekë. Unë nga SPAK-u do të prisja që të mbyllte sytë dhe veshët dhe të bënte punën. Ato që e dinë që të gjithë që tashmë e thotë dhe media ndërkombëtare, apo ta thonë dhe eurodeputetët, kush i pastron parat, përmes kujt i pastron parat në Shqipëri, vetëm SPAK-u nuk di gjë. SPAK-u thotë nuk kam prova. SPAK-u është krijuar si një strukturë hetimore, paguhen si krajla pikërisht që të hetojnë. Jo vetëm thjesht të presin, nuk janë sportel pritje provash. Duhet të ta kërkojnë provën në mënyrë aktive. Nëse nuk e bëjnë këtë detyrë, do thotë që nuk kanë dëshirë ta bëjnë. Sigurisht që deri tani provat, çdo proces janë përpjekur ta marrin në dorë dhe ta çojnë deri në një farmase, ka vetëm një statistikë dhe kjo është e vetmja e vërtetë. Janë që të gjitha nga fillimi deri në fund denoncime me letra, praktikisht punë e kryer nga opozita politike, nga Partia Demokratike. Kaq ka bërë SPAK-u. Një tjetër çështje e ngritur dje ishte edhe ajo e përfshirjes së noterëve në pastrimin e parave. Konkretisht çfarë doli nga ky diskutim? Është fenomen, është kur përfshihet në pastrimin e parave, pse mos përfshihet më tepër? Por që siç u thash dhe një herë, këndvështrimin tim çështja nuk është as përfshirë një noter, janë përfshirë 6 polic, 16 prokurorë apo 62 gjyqtarë në pastrimin e parave në këtë. Jo, është kryeministri, është qeveria, e cila jep letra, jep leje ndërtimi për resorte, qindra milion euro, llokma territori në hartë, 2 javë mbasi grupi kriminal i cili ka kërkuar lejen e ndërtimit dhe edhe ka asetet për ato resorte, shpallur në kërkim. Sigurisht nuk është kapur asnjëri. Kryesorët e grupit kriminal, të cilët nuk janë kapur dhe janë në kërkim, me kanë bërë këtë kërkesë me një firmë e cila formalisht ka administrator të shoqen, të jaftin apo të ëmën pensioniste. Kjo është qesharake. Dhe SPAK-u nuk mund të thotë që nuk ka prova, askush nuk mund të thotë që nuk ka prova, bara fajt të larjes parave nuk mund të bjerë tek një noter. Sigurisht që është një hallkë e rëndësishme që duhet shkëputur, por siç u thash edhe një herë, nëse vullneti politik do të nga kryeministri ai që firmos
për resorte turistike dhe kullat që ndërtojnë në mes të Tiranës me miliarda euro, e dim dhe askush nuk bën gjë për këtë, nuk mund të jetë lajmi i ditës që shikon na janë përfshirë noterët në pastrimin e parave dhe që ky është një problem shumë i madh. Në fakt, her pas here edhe Ministria e Drejtësisë ka deklaruar dhe ka thënë që do të hetojë noterët, ndoshta do të kërkojë dhe hetim pasuror për ta. Pse nuk është ndërmarrë asnjë nismë deri tani? Po sepse Ministria e Drejtësisë është në mbartësinë e kryeministrit, atij që është kreu i pastrimit të parave në Shqipëri, ai që jep lejet e ndërtimit të organizatave kriminale për të ndërtuar resorte dhe vila dhe kulla shumëkatëshe në projekte fantastiko-shkencore qindra milionë euroshe, siç ju thash. Kështu që mos prisni që noterët që janë, siç ju thash, një rahall që thjesht bën të mundur të qëllim politik dhe vullnet politik të kryeministrit dhe të qeverisë, përfshirë dhe Ministrin e Drejtësisë. Nuk mund të jenë fajtorët e vetëm të kësaj pune, janë thjesht bashkëpunëtor për mendimin tim të nivelit më të. Çfarë po ndodh aktualisht me Komisionin për Reformën Zgjedhore 8 muaj pas nisjes së punimeve? Po, Komisioni i Reformës Zgjedhore, siç e dini, është krijuar si shkak i vullnetit dhe i nevojës kryesisht të ardhur me imponimin e faktorit ndërkombëtar. Nuk janë entuziast, sigurisht majoranca për Komisionin e Reformës Zgjedhore, nuk kanë një urgjencë që të kryen, e kanë bërë vetë me bashkëpunëtorët e tyre në opozitë, në atë parlamentin e 2021, mbasi ne kishim dorëzuar mandatet, një ligj elektoral që ju vjen sipas kostumit të tyre, dhe ata ndjehen mirë me këtë ligj, ashtu sikurse edhe me mënyrën se si funksionon dhe si është ndarë territori në Republikën e Shqipërisë. Njëra anë është gerrymandering, tjetra është mungesa e koalicioneve për forcat opozitare, që do të thotë është vetëm qeveria, siç thotë raporti OSBE Odirit, është bërë nish me partinë në pushtet, dhe asnjë forcë tjetër opozitare nuk ka asnjë shans as teorik të rrëzojë, sepse përballë shtetit asnjë forcë opozitare nuk ka asnjë shans as teorik për të fituar. Në këto kushte sigurisht që Partia Socialiste dhe gjysmës komisionit nuk është se ka në interes të ecim shpejt, të ecim mirë dhe të bëjmë një ligj elektoral sa më të drejtë. Në momentin që bëhet një ligj elektoral i tillë, ata e kuptojnë që humbasin pushtetin. Kështu që jemi në këtë lloj ngarkese emocionale, politike, tensionesh edhe ne të opozitës, përpiqemi dhe për fat të mirë kemi edhe bashkëpunimin deri tani dhe vendosmërinë dhe faktorit ndërkombëtar, dhe për këtë arsye ende nuk e kanë zhbërë Komisionin e Reformës Zgjedhore, ashtu sikurse po veprojnë me Komisionin e Reformës Territoriale. Ju sot i pat zhvillimet në mbledhjen më të fundit, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe institucionet e tjera që ne i thirrëm për të raportuar dhe për të diskutuar në lidhje me sfidat që ka sistemi zgjedhor dhe mënyrën se si bëhen zgjedhjet në Shqipëri, refuzuan të vinë në nivelet e duhura të përfaqësimit, kështu që mbledhja me kërkesën tonë u shty. Gjithsesi, Partia Demokratike dhe gjithë kolegët e opozitës ne mbetemi të motivuar deri në fund për të pasur vërtet një ligj elektoral ashtu siç duhet, që të mund të sigurojë që vullneti shqiptarëve të mos dalë i deformuar nga këtë. Një kod i ri zgjedhor, a do t'i sheshonte problematikat që aktualisht shfaqen përgjithsisht në kohë zgjedhjesh? Problematikat që shfaqen në kohë zgjedhjesh janë problematikat e përhershme të qelbuzuara këto 13 vitet e fundit me këtë kryeministër, e cila e quajnë kodin zgjedhor kinezëri. Nëse kreu i qeverisë e quajnë ligjin kinezëri dhe hapëzi thotë nuk kanë për ta zbatuar, kur hapëzi u thotë policë dhe hidh mbi kapelet dhe mbledh një vota për Partinë Socialiste, kur gjithë administrata e një ministrie shpërngulet nga Tirana dhe shkon në Fier, aty ku është caktuar Belinda Balluku, apo në Bibër, e merr si çantë shpinë me vete Belinda Balluku për të marrë vota, që nga ky moment nuk është më faj kodit zgjedhor. Kodi sigurisht që ka problemet e veta dhe është i deformuar nga vullneti i mbrapsht politik. Unë mendoj që kjo arrin vetëm duke i prerë dorën e gjatë të pushtetit, duke dënuar, siç dënohet çdo qytetar, edhe kryeministrin e vendit, se vendet kryeministrin apo drejtorët e drejtorive që përfshihen në fushat, duke shfrytzuar asetet shtetërore dhe të administratës publike, siç e thotë dhe dëshmon raporti OSBE Odiri.
Gjithçka duhet parë në bazën e kritereve minimum për zgjedhje, siç janë ato kriteret e Kopenhagenit, që ne deri para pak kohësh në raportet e OSBE-ut të vitin 2009-2013 rezultonte që janë përmbushur pjesa më e madhe e standardeve ndërkombëtare policie. Ka 13 vjet që nuk përmbushin masën standard. E kuptoj. Duat marrë dhe një opinion tuaj në zoti Strazimiri në lidhje me protestën. 52 ditë qëndresa e qytetarëve në rrugët e kryeqytetit për rrëzimin e qeverisë, por gjithashtu edhe largimin e kastës së vjetër politike. Ju si e shikoni? E shikoj sigurisht me simpati, po flisnim një që ka 13 vjet që qëndron në rrugë, në sheshe, kundër kësaj qeverie, kundër këtyre vjedhjeve, i ka qëndruar përballë pikërisht këtij personi, i përkas një force politike dhe ndjehem krenar me gjitha votuesit e Partisë Demokratike që për asnjë ditë, asnjëherë nuk e kanë dëmtuar këtë vend duke i dhënë votën kësaj qeverie, cili do që e ka votuar qoftë një që nga viti 2013 ka kontribuar që të shitet i thopë se këtij vendi. Cili do për atyre që ka votuar nga këto 13 vjet, përpara se ta përgjithsoj dhe të thotë klasa politike, duhet kërkoj njerë falje. Të thotë përshëndetje, unë jam Filan Pisteku, ju kërkoj ndjes sepse e kam votuar të maskara të poshet vendin dhe pastaj të vazhdoj me tekstin tjetër. Unë mendoj që duke njohur se ky nuk erdhi, nuk ra nga qiell. Në vitin 2013 ky mori 1 milion vota dhe pastaj në mënyrë të vazhdueshme ka marrë vota, nuk është se nuk ka marrë vota. Ky i ka blerë, ky i ka mikluar qytetarë, sepse për këtë dëshmojnë raportet e OSBE-ut. Një pjesë atyre që marrin mikrofonin dhe ju mi citoni dhe më thoni kundër klasës politike, janë pikërisht ata që i ke në krahët e Erion Veliet, i ke pasur në krahët e Juri Kinit, i ke pasur në krahët e Edi Ramës në fushatat elektorale. Dhe besoj që gjëja e parë që duhet të bëjnë është të kërkojnë falje. Pastaj t'japin mend se çfarë duhet ndodhë me klasën politike, me shkollën politike apo me nuk e di se me çfarë tjetër. Gjithsesi qëndresa qytetare është gjëja më e mrekullueshme që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Jam shumë krenar që aty pjesa më e madhe që është jam demokrat, janë ata që kanë 13 vjet që i qëndrojnë përballë Edi Ramës pa kompromis. Pa kompromis edhe kur pikërisht ata që përpiqen të marrin mikrofonin sot dhe të japin drejtim tjetër protestës, talleshin me ta. Dhe thonin që jeni të pak gëdhëndur, Edi Rama është një duhet që duhet nga qeverisë. Nuk ndodhi dje shitja e vendit, është shitur Ksamili, është shitur me lokma, janë informacione publike. Nuk e di sepse Zvërneci që ka më i rëndësishëm se Ksamili apo se Thethi, por gjithsesi, siç u thash edhe një herë, është ngjarja më e rëndësishme që ka ndodhur, edhe ju e kuptoni që ne si demokratë, si opozitë politike që kemi 13 vjet që jemi në shesh, nuk mund të prisnim gjë më të mirë sa popullin në shesh dhe siç e dini kemi përkrahur dhe strukturat tona janë çdo ditë në shesh, ashtu sikurse deputetët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, si gjithë qytetarët. Faleminderit zoti Strazimiri që ishit me ne. Faleminderit ju.